Meridian Ramçaj ka qenë fituesi i edicionit të 7 të Big Brother Albania dhe banon në edicionin e parë të Big Brother VIP Albania. Nuk i mungon ekranit me paraqitje publike, ku sigurisht që analizon lojën aktuale të banorëve të sezonit së 4. Foto postuar në Instagram, në Instastoryn tim dhe emisionin Zom erdhi më vrap dhe më kapi këtu, mori peng duke pirë kafen, duke shijuar kafen time këtu në hotel Prishtinë. Të vërtetën, unë e kam dashur gjithmonë Prishtinën, Kosovën, unë e dua dhe është e vërtet po që shpesh, po thuaj se unë çdo fundjavë tashmë vim Prishtinë, fundjavat më pëlqen më shumë t'i kaloj në Prishtinë sesa në Tiranë, jemi sinqert. Pse? Nuk e di, njerëzit, mikpritja janë shumë të dashur, ndjehem mirë, jam komod. Për këtë temë Meridiani shton se pas sezonës së 2 ku fitues u shpall Luizi, ky është bigu me impaktin më të madh në shoqëri dhe një ndër formatet më të komentuara. E krej kjo fal kastit të përzgjedhjes e madje Gjestin e qua një blerje në thonjza mjaft të mençur. Kom hit! Och kryss det sen. Është goxha kasti i mirë dhe ky ka element shumë të mirë, siç është blerja nga Kosova e Gjestit, siç është Rozana, siç është Gerta, Laerti, Egli e cila doli, e cila ishte vërtet lojtare shumë e fortë. Kështu që si kasë shumë i mirë. Mendoj që edhe si format si vjet ka ndezur goxha, sepse unë mjafton shikojmë normalisht ju që merrni me klikime dhe që punoni me klikime, jeni të varur nga klikimet, e kuptoni shumë mirë çfarë do të thotë klikimi. Dhe fakti që si vjet puntatet i ka shumë më klikuar se viti tjetër, do të thotë që është interesant si format dhe është goxha i pëlqyer i përtitur nga publiku. Të kalojmë tani tek çështja kryesore që po diskutohet fort në mediat roz, pse Ramçaj e përkrah kaq shumë Gjestin. 20 tetor më dukur ka filluar Bigu i Kosovës ka të njëjtën ritëm. Unë kam ndjekur tek Bigu i Kosovës, ka po të njëjtën ritëm nga dita 1 dhe deri sot që flasën. Dhe fakti që ai nuk po arrin të krijojë lidhje dhe unë shikoj gjatë gjithë kohës të fokusuar në lojë. Unë nuk kam thënë se ju e kishit dashur, unë kam thënë ju e kishit fituesin, pra e kishit kampionin, nuk ditet ta mbanit, sepse unë vazhdoj ta them eksperjenca në produksione të tilla të mëdha, siç është Big Brother, eksperjenca ka të bëjë shumë. Edhe kjo është diferenca në mes një produksioni dhe një televizioni të madh siç është ai Top Channel dhe produksioni që bëri Big Brother në Kosovës. Nuk mund t'i jepë në një fazë të loje, rreth 3 javë para finales, nuk mund t'i jepë një kuti pandorës, një fuqi, një banori të cilit mund të kufizojë një nga finalistët absolut të kompeticionit. Mendimi im është shumë qartë i kuptueshëm që ishte një gabim ose një autogol i produksionit i cili largoi një nga banorët më të mirë që kishte në formatin e tij. Fatmirësisht për Top Channelin, normalisht si topi që thonë lajmi e kapin të parët, arritën ta merrnin bërnesa 4 orëve dhe tashmë Gjesti është fenomen, duan apo s'duan, sepse kam parë shumë deklarata që po marrin nga 2 bigje. Ti mund të marrësh 2-3, po ndoshta mund t'i marrësh nga paaftësia jote, nga aftësia të tjerëve që arrin ta marrin atë që ti e morë dhe e nxorë si lojtar të pafuqishëm ose jo finalist, nëse mund ta quaj. Po bohemi edhe ne si Arber Hajdari, kush e fiton Big Brother? A mendoj Gjestin fitues? Unë mendoj se Gjesti është fituesi, nuk është se mendoj unë, mendoj se mendon shumica e publikut. Themi të vërtetën është kryefjale e këtij Bigu, e këtij sezoni, kështu që mendoj se po.